Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sot është 8 dhjetor, 35 vite më parë, rreth 30 student dhe pedagog, 3 nga 10 fakultetet të Tiranës morën një rrugë pa e ditur se si do ktheheshin prej asaj. Morën rrugën drejt presidencës, aty ku u takuan me kryetarin e atëhershëm të presidiumit Kuvendit Popullor dhe që pas pak muaj do bëhet e presidenti i parë i Shqipërisë Pluraliste me Ramiz Alin. Ishin këta grup studentësh cilët shkuan atje për të sjellë atë që ne gjithë e quajmë pranvera e demokracisë shqiptare. Aty ku lini dhe ëndra e madhe pra për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Kanë kaluar 35 vjeshta që atëre dhe ja ku jemi sot prapë për të folur dhe për të reflektuar për atë ditë historike të Shqipërisë. Me mua sonde në program jam profesor Edmond Trago, Mbrëma Trago. Mbrëma. Një nga temi që ishte mbrapa lëvizjes studentëve dhe një nga 300 firmtarët e parë për atë themelimit të Partisë Demokratike, e cila do të lindte 3 ditë më vonë apo në 11 dhjetor të vitit 1990. 2 pjesëmarrës në atë takim, Arben Meçe, Mbrëma Meçe. Mbrëma. Dhe Skënder Mingjozi dhe ai studenti jetori, Mbrëma Skënder. Mbrëma. Gjithashtu kemi program zotin Frok Çupi, kryeredaktori i gazetës së parë të lirë shqiptare, Rindjes Demokratike, e cila do të linte diçka më pak se një muaj më vonë në 5 janarin e vitit 1991. Frok kujtohet akoma janari ftohtë kur prisën ratë rruga e Durrësit për të marrë gazetën Rindja Demokratike. Por do doja ta filloja me ju, zoti Trago. Ja ka kaluar 35 vjetë, duket sikur ka ndodhur dje. 35 pranvera. Vjeshta apo dimra? Në rafshin politik, pranveri jo, po dimër ashpër bile. Dhe me që po flasim me terma stinor, kur mori vesh nga mërgimi Ismail Kadereja, se kishte larguar nga Shqipëria, shpalljen e Partisë Demokratike, po ato dite kjo është thënë edhe në për librat që janë shkruar nga kolegët e tjerë, sa lulja qeli në dimër, tha Ismaili. Kishte pak ironi brenda? Ndoshta edhe mund të ketë patur ironi, por fakti ishte ky, por unë desha të shtoj edhe diçka tjetër, me që lidhet dhe janë të dy shkrimtarë, të dy nuk rojnë më sot, mbas disa javësh nga kjo shprehje e Ismail Kadares, unë atë periudhë, dhe Beni e di se bashkë kemi qenë, mersha shumë me degën e Tiranës, që në themelim të saj e tjerë, bile kam akoma shumë dokumenta që janë zverdhur tashi, të originalet atyre ditëve. Dhe një nga punët e para që kryem ishte, dhe kam edhe foto bile, disa i kam dhe me vete, sot po të duash t'i shosh, organizimi një mitingu, tim provizuar të kshkallët e sot është Arena, stadiumi Qemal Stafa, që u përdorë si tribun, ku ka folur edhe kryeministri sotëm, Edi Rama. Foton e kam parasysh që duket sigurisht duke debatuar me duar, me këmbë, me Sali Berisha. Një foto. Ajo është foto që ka dalë me të ndirin Ardian Klosi duke folë të 3. Kurse kjo që po themun është... Po më duket sigurisht asaj dite, da ja foto. Kam unë një përshtypje. Jo, nuk është asaj dite. Nuk është asaj dite, po s'kaj, desha tesha këtë tjetër që me qenë se mitingu ishte për njerëzit e artit, dhe kanë folë atë ditë me Vlan Shanaj, në shembull, persona që njifen, Recep Alia, Mark Topalaj e tjerë që vinin nga Kino Studia e tjerë. Por, një nga ta që shprehu dëshirën për të folur, me që ishte dhe i shkrimtarit për të dalë nga Burgu, dhe këto i ka përmendur më pas 20 vitesh në librin Kurani, kryeministri aktual, dhe është e vërtet. Kurbani, më falë që dhe është Kurani. Foli Kasëm, erdi të fliste Kasëm Trebeshina, sa po kështë dalë nga Burgu, dhe momentin kur e mori vesh Saliu që do vinte, Sali Berisha që ishte atë javë që do fliste Kasëm Trebeshina, lëshoj një tuf ofezash ndaj tij dhe ajo e mori vesh, ja çuan ata që ishin rreth rrotull atje dhe u çfaq pas disa minutash, kur u çfaq thotë Saliu, ku je Kasëm, thotë mirësardhë thashun kjo, o janë 2 Kasëm, ose po marr vesh unë se ç'po bëhet, ose unë se njifja kush ishte. E nëse dhe Kasemi thotë, jo, mos u mërzit, tha shoku Sali, tha, unë nuk do ashu, tha, nuk do flas, nuk do marr pjesë fare, tha, unë do të vetëm kaq, tha. Për mua ishte shprehje lapidar, dhe ashtu nuk do di, foshnja ka lindur e vdekur, tha, miru pafshim. Dhe kështu që foshnja su bukur, as nuk shkoj as në kopsht, as në maturë, as në universitet, as gjë. Ben, me gjitha të ne kishim shumë entuziazm ato net.
Kishim, është e vërtet, njerëzit lexonin me që përmende gazetën pakon përpara, lexonin gazetën, unë kam parë, kam dhe foto edhe për atë, dhe qanin duke lexuar gazetën. Ushit 50.000 kopje. Unë kam kornizë. E tjera, bile atëri kam dhënë frokun ndoshta se mban, për kam ca foto që bënin Armand Babani, se kisha dhe fis timin edhe fotograf tjerë, Lan Tashe e tjerë, që ti botonim në gazet një tjetër që vini studentët gishtat këshu, në mes dhe në shkruesherët. Kam dhe originale, bile, e tjera. Ja, edhe kjo që po të shojmë atyre ditëve qytetin studenti. Kështu që është e vërtet që entuziazm ishte, por entuziazm, ajo endër e tjera, u vra keqazi, dhe unë personalisht ndjehem nëse një nga më të zhgënjyerit, personalisht, nuk e di, për shumë gjëra që ndodhin. Po Beni nuk dorëzohet. Metre, entuziazm kishte shumë, edhe kaos kishte, patjetër, por ankthi dhe frika u duk sikur u vra atë natë. Do të kuptoj një gjë që ngjarjet e dhjetorit në qytet studentit ishin një vazhdim i një situate tashmë gati të përgatitur në gjithë Tiranën dhe në korridoret intelektuale dhe në gjithë Shqipërinë, korridoret intelektuale. Më thënë të gjithë për përgatiteshin që të shpërthente një gjë sepse nuk ecemi në atë kohë. Konjunktura geopolitike, plus edhe situata në Shqipëri, qofte ekonomike, qofte edhe një hapje disi relative. Po, pas Kështu që ngjarjet e dhjetorit ishin ajo kapsula që përfundimisht e shpërthyen situatën. Natyrisht, emocionet asaj dite në mënyrë posaçme të vajtjes tek Ramxhalia janë emocionet të cilat nuk shiten nga mendja, sepse hipjen në autobus dhe shoqërimi nga e gjitha ajo turme madhe njerëzish. Ku ne sa ishim 30-35 veta, shkonim drejt panjorës. Se sot mund të flasim për atë ditë, atje ku po shkonim ne ishte absolutisht e panjohur. Bile, në qoftë se ne kishim guxim, ndoshta edhe të përgatitur që diçka e madhe do të ndodhte, se nuk e presh edhe një gjë të tillë, gjithë ajo mas kishte parasysh që ballafaqohesha me diktaturën. Dhe gjithë ajo mas... Dhe nuk dieshën çfarë ndodhte, shkonte aty, po... Gjithë ajo mas e kishte pyetje të jashtëzakonisht të mëdha se ku po na shpinin me ato autobus. Është një ngjarje e cila natyrisht ka emocione të jashtëzakonshme. Emocionet pastaj u transmetuan përsëri në hyrjen Pallat Brigadave, se përsëri dhe hyrja në Pallat Brigadave është një moment shumë interesant. Ndërkohë pastaj emocioni ra... Që është edhe ai pallati ndaluar deri atëherë. Pa diskutim, sepse natyrisht u futëm në disa korridore gati të panjohura, por kur u futëm pastaj në sallë, emocioni ra sepse u prodhua një ambient i përgatitur, psikologjikisht i menaxhueshëm prej tyre. Dhe u kurorëzua pastaj me atë vendimarrjen që çfarë doni, sepse partia përfundimisht vendosi ta liroj. Dhe këtu pastaj, kur e kemi parë më mbrapa, e kemi diskutuar edhe me Skënderin, edhe privatisht edhe kështu. Ideja që praktikisht kur ju shkuat atje të kërkoni diçka që ata kishin vendosur t'ju ja jepni. Pa diskutim. Nuk ishte rrugë tjetër. Pra, Ramiz Alia tha, keni ardhur këtu apo ne kemi vendosur kohë që ta lejmë pluralizmin. Shiko, ai lojti shumë për i të vërtetës, sepse gjithë materiali pastaj u transmetua dal vivo dhe ishte edhe një farë goditje ndaj spontanitetit tonë. Dhe ishte tregues i qartë që ne që vinim atje, realisht nuk dinim përveç frymës asaj emocionit të madh dhe një dëshire të madhe për shpërthimin e pluralizmit dhe për ndryshimin e rendit politik në mënyrë posaçme, që pastaj vinin të tjerat. Por mund të them që ne gati nuk e njihnim njëri tjetrin në përgjithësi. Pastaj ishin disa figura, nuk i njihni. Unë më vonë mora vesh. Unë njihja vetëm dyshen nga treshja e fakultetit tim. Kur u bën mbledhja, mendo tani, kur u bën mbledhja dhe Zhvarcin. Kur u bën mbledhja që u caktuan personat, unë kam patur Mot Budinën në krah, kam patur përballë Ben Imamin dhe Azem Hajdari që ishte dhe natyrisht kishim një farë më pjekurie të them në krahasim me studentët dhe duhet thënë kjo që ne si pedagog ishim DC më politik, më të përgatitur, po DC po them. Dhe i them, atje mora vesh Mot Budinën, që e dija që ishte artist, mora Ben Imamin që e dija, dhe atje bëra kontaktin e parë me ta e thashë, mirë është që
këto gjëra të fillojmë të menaxhojmë, të futemi edhe një çik ne si pedagog që kjo lëvizje të orientohet mos jetë kaq spontane, sepse realisht ishte spontane. Ishte spontane? Organizimi ishte absolutisht spontan. Domethënë, ki ishte një linjë organizative, por që ishte përsëri jo një linjë organizative që operonte me individ të shpërndar në fakultete. Fakulteti ndërtimit, ku unë u implementova si pjesë e atij delegacioni, ata persona që u caktuan, nuk ishte u caktuan aty në vend, se kështu u caktuan njerëzit. Me grumbuj, më fal. Dëgjoj. Ti e kujton mirë. Qofse mund t'japim ne. Po patjetër. Po. Në gjithë kodrat e qytetit studentit, domethënë siç është ajo pliseja që Poshtë, të fushat. Tek fushat, ne për shembull kujtoj tek godina e djemve, qofse s'gaboj 17 ka qenë, po, e djemve të filologjikut. Dhe aty u mblodh ajo pjesë e fakultetit që u ndodh aty. Jo se u gjithë. Unda me fakultetet, në grupe, fakultetet. Duhet dim, ishte edhe frika që punonte akoma, absolutisht ishte në fuqi frika. Do të thotë, kishte njerëz, student, ose persona që s'donin të vinin edhe t'ishin aty, sepse ç'na duhet. Po ata që ishin, zgjodhen 3 vetë. Pra ata që qëlluan, nuk ka asnjë lloj mundësie, mendoj unë, që në atë lloj spontaniteti dhe në atë lloj rrumuje, e cila kishte edhe si një lloj ethe brenda sepse u vendos që tashmë një përfaqësi do shkonte te presidenti, nuk ka mundësi që aty të kishte në një lloj manipulimi ose në një lloj orientimi i listave emërore që do bashkoheshin. Dhe pastaj më e çuditshmja dhe disi edhe sot mund themi dhe komikja e kësaj puna është që kur ne mblodhëm në atë sallën e famshme të televizorit në godinën e inxhinierisë. 14. Po. Dhe aty u pam për herë të parë kush ishim, sepse s'njifeshim, absolutisht nuk njifeshim. Aty u morë vesh që ky lloj grupi kaq amorf njerëzish do të prodhonte drejtime nga më të ndryshme të agjendës që mund t'i shkonte në mend. Njëri thoshte ku është klasa punëtore, tjetri thoshte parti fshatare, tjetri parti studentësh, tjetri thoshte prit mekanizmi i ri ekonomik, po prit t'i flasim pak për tufzat. Tashi, aty nuk ishin më tufzat në lojë, aty ishte regjimi dhe po binte. Faktikisht shkoi për t'i kërkuar pluralizëm Ramizalis. Po tashi ishte kaq grup i pa përgatitur dhe objektive kjo punë, se nuk ka tani t'i lejmë këto sot 35 vjet larg. Domethënë edhe dokumentat sekrete nuk janë më sekrete, domethënë. Mund të thuhet gjithçka, mendoj unë. Dhe është mirë të thuhet gjithçka. Duhet të shmitizohet sepse koha ka bërë të vetën. Pra, i grup që shkoi tek Ramizalia normalisht ishte i pa përgatitur për lartësinë e momentit me të cilin do të takohej. Jo presidenti, po momenti historik. Dhe ishte moment historik. Dhe ka një detaj, mendoj unë, që Beni e kujton mirë, po edhe besoj edhe kolegët, që në Tiranë u hap fjala pas dite që Alia kishte shkarkuar një numër, kishte filtruar si informacion. Të antarët bërës politike. Po, mua të paktën më erdhi dhe ai taktikën e tij e luajti shumë bukur nga pozicioni i tij, sepse ne shkuam për të kërkuar pluralizëm dhe ai na tha 2 gjëra. Kam shkarkuar gjysmën e shtetit komunist, de facto. Dhe hoqi figurat më groteske. Po, dhe e dyta, shpall pluralizmin politik të lëvizjeve, shoqatave, edhe partive, siç është, siç ka dalë në film. Pra, tjetër tha? Tjetër çfarë doli? Po, tjetër çfarë, me i fjalë, solli makinën e zjarfikses në një zjarr që sapo kishte filluar të ndizej. Dhe pastaj i gjithë takimi, pjesa tjetër e takimit mbetej praktikisht bosh, sepse objektivi isha arritur dhe çfarë do flisje me të. Do të thotë, u çuan studentët edhe pastaj ajo është diçka e filmuar, po kur ka ardhur ai autobusi famshëm për ta marrën atje, ishte ndjesia se tashmë gjërat kishin shkuar aty ku duhet. Dhe unë kështu e shpjegoj dhe pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të popullit atë pasdite në të ngrysur, që ne të gjithë e kujtojmë, që ishte një tallaz njerëzish normalisht, por ama ajo frika, me thënë drejtën, që thoshte Meçi është shumë e drejtë, sepse realisht i shkoi drejt një panjohore. Aty ishte një njerësire madhe veçtëra, shumë mbaj mend, tani janë ca gjëra që ngelen të fotografuara, ushtar çdo 20 metra me ato gubet e trasha dhe Kalashnikovin që s'lëviznin fare dhe ishin kështu një kolon
e madhe, një derë nga ti hyje dhe pastaj një gjë që ti se kështë parë kur në jetën tënde, sepse pallatin e brigadave kush e kështë parë. Vetëm te krevati perëndore kemi pas parë. Patjetër. Dhe ne po të them një detaj, ne hymë në ato si gjade, domethënë që për ne dukeshin si një pallat perëndorake tjetër, dhe ato Arturinat që sot me thënë drejtën atë duken shumë më relative, po që në atë kohë atë dukeshin, dhe nxorën fletë e bloqeve që kishin marrë me vete, dhe fshim këpucët sepse, si që ka thënë dhe një mikë e joni përbashkët, ky revolucion nuk pati gjak, po pati me shumit, sepse qyteti student ishte gjithë palë. Dhe kjo është shkollë edhe për te metaforës, po me që? Janë dy momente që duhen evidentuar këtu, sepse lidhen gjithmonë me atë pjesë midis spontanitetit dhe individëve të cilët çuditërisht pastaj u bën protagonistë. Të ushtelbi. Është momenti ku ne jemi në sallë. Unë fotografova ditën 1 dhe pastaj këtë dy tutje e dini ju. Se Skënderi nga dita 1 iku. Unë nga dita 1 pastaj ty filloi Emin Barçi e mbaj mendsi tani sepse në fund fare ka qenë në fund. Dhe qëndronte më këmbë Emir Barçi dhe e mori fjalën 2-3 herë dhe fliste për ardhin e Gramos Pashko. Ulej në një radiator. Ulej në një radiator atë. Në fund fare. Dhe fliste për ardhin e Gramos Pashkos. Tani dere ishte një dere madhe. Xhami. Faqe muri xham. Faqe muri xhami. Mbrapa faqes murës Ali Berisha 2 veta trokistin me Çelës. Me Çelës të futeshin brenda. Ishte aty? Po, tani unë po t'jap detajin, sepse do t'jap një detaj tjetër pastaj që... Dhe nuk janë lejuar. Qunat jo, në mënyrë unanime u tha jo, sidomos... Të dy nuk u lanë. Në qoftë se kishte... Pashko. Po të them. As Pashko, As Pashko. Të dy. Emin Barçi thash, që ishte i ekonomikut, që ishte një person i cili gjatë gjithë kohës ka qenë absolutisht aktiv, i insistonte me forcë për Gramos Pashko. Nga më të mirë ka qenë aktiv dhe ka qenë shumë pozitiv. Pasur gazetarë në... Dhe ka qenë idealist, të kuptojmë jo, por ishte i dashuruar me Pashkon sepse realisht Pashko ishte shprehur dhe në Fakultetin e Ekonomisë e shifnin si linjë liberale. Pashko ishte pedagog. Dy intervistat e Zëri Amerikës, pra ishte... Dhe ishte i avancuar, sidomos për modelin ekonomik ishte i avancuar. Por, kur doli dhe Berisha, dhe e mbaj mend si tani, sepse unë nuk i njihja trosh mobeti, por ndishja situatën e për të kuptuar çfarë po ndodhte, kur doli Berisha, në mënyrë unanime, thanë jo, dhe nuk u lat futej fare. Nuk ishte problemi me Pashkon, po me që ishte dhe Berisha, dhe me që aty formati, me që unë kujtoj, formati u ngrisi i tillë dhe erdhi nga përfaqësisë pra të fakulteteve dhe u mbyll dera dhe u tha që ne që jemi këtu do rrim ne që jemi këtu. Nuk mund të futen tjerë, e kupton? Nuk lejoheshin prurje të tjera. Për sa kohë ju kishit ardhur nga ai organizimi kaotik. Vinim nga një votim, nga një votim studentore, se ne që të gjithë për i të vërtetës që të gjithë kemi qenë delegat të fakulteteve. Po, patjetër, po. Dhe atje ku tha Mingjozi, poshtë u mblodhën gjithë fakultetet sipas vendeve, u mblodhën kështu, edhe pastaj zgjodhen ata. Duhet thënë një gjë. Periudha 8 dhjetor dhe 10 dhjetor prodhoi një nukël. Pra 11 dhjetori nuk ishte aq shumë spontan sa mund ta quajmë ne në këtë moment, po prodhoi një nukël dhe u evidentuan persona të veçantë të cilët praktikisht bën një organizim për fakultete. Sepse fal tyre u mblodhëm ne atë ditë. Atë ditë pastaj caktimi i personave ka qenë absolutisht spontan sepse ishte produkt i tani unë një gjë nuk kuptoj, Frog. Zoti Alia e ka thënë disa herë në intervistë me mua, ka thënë disa herë që ai zgjodhi zotin Berisha për të komunikuar me kreun e lëvizjes studentore, pra që u evidentua zoti Hajdari, për shkak se ishin të dy nga tropoja, dhe tha mund të merreshin vesh më mirë me njëri tjetrin. Tani, kjo bie në kontradikt me këtë faktin se ndërkohë një para studentët dhe pedagogët shkuan dhe gjetën gjysmën e punës mbyllur, pra Ramisi që thotë pluralizmin vendosëm ta lejojmë shkarkova dhe këta figurat groteskë të byros politike, dhe nga ana tjetër Berisha që kërkon të futet, po ndërkohë studentët nuk e lejojnë. Pra, këtu ka një shfazim kohor që unë tashi po e realizoj. Pra, sepse ai thotë zgjodha Berishën. Berisha ndërkohë kishte shkuar ke studentët? Kishte filluar të flisë përpara? Jo. Berisha ka vaj fjalim.
Kam bajtë fjallim para se shkoni te Rosho Ramize, presidente, ka i fjalimet. Ka qenë mbas këtij momenti që thot Ramizalia. Më datën 10 ka qenë shesh. Po ishte kishte ardhur më shpejt. Datën 10. Po ju ke Ramize keni qenë me datën 8 apo? Jo, me datën 10. 10 transformatori që u doq. 11 në datën 12 u bë PD-ja. 11 është data. 89 si Asaliu në Shqipëri njerë. Asedi Rama, 89. Ja, me di, po Asaliu ka qenë. Po mbrapa erdhi, Edhe sa erdhi e mbajti frymën të... Ajo që shifti atje nuk është para 12 dhjetorit, kjo foto. është pas 12 dhjetorit. Pas 12 dhjetorit, okej. Se kam dy detaje pasaj që do shifni si rrjedhin gjërës, që i di vetëm unë sepse isha protagonist, jo për gjë. Po. Shiko, ajo çfarë thot Ramizalia ka një tjetër gjë nga e vërteta fakti drejt për drejt si është. Ka një të vërtet që edhe vetë Partia e Punës e nënvlerësoj, për të mos thënë se e vlerësoj, lëvizjen studentore si një lëvizje tropojane. Dhe kjo që fatkesia me, një nga fatkesit më të mëdha që pat lëvizja studentore ishte pikërisht sepse e konsideruan lëvizje rajonale, lëvizje periferike. Madje kjo pastaj u zgjat më tej në vetë rininë e Tiranës, të cilët qenë të rrallë, rinia e Tiranës që e mbështeti atë lëvizje. Pastaj më vonë, duke sigurisht e vërtet e studiuar, po jam i sigur që s'ka qenë e studiuar më përpara, po e ka përdorur Berisha më vonë, se e transferoi lëvizjen të tërën në periferi, dhe sidomos në Has, Kukës, Kavaj, në periferi të cilat nuk bënin dot, si thuash, thelbin e një demokracie qytetare e tjerë. Dhe ky moment është i tillë. Ramizalia, para se sa të paktën nga bisedat me të, para se sa të thoshte Saliut për ta prur në... Ka pas disa kandidat të tjerë. Një prej, shiko, kjo lëvizje është shumë rëndësishme. Po ka shumë momente banale. Ka banalitet shumë të madh. Për shembull, një prej tyre ka qenë një mjek nga Shkodra, që ishte shoku i Ramizit, Ilir Gjilbegu, të cilët i tha që, shiko, je njëri mirë, merre atë në dorë e tjerë. Ilir i tha, shoku Ramiz më mjehti, unë du të pi një gotë raki, se donë të pa tjetër të shpëtonte. A ishte nga njerëzit më të mirë që mund një edhe një mjek jashtëzakonshëm. Ai nuk rronë më tani. Dhe i shpëtoj duash, po tha mjek për mjek që më ke zgjedhur mua, ke Berishën nga Tropoja i ke, atje Tropojan janë studentë. Pra për doktor Gjilbegut e kemi? Ne kemi për doktor Gjilbegut. Dhe i tha, kjo është fatkesia vërtet, tjetër gjë se sa ishte Tropojane ose Hasiane lëvizja, këtë vuli vunë. Dhe kjo i përshtatë jashtëzakonisht shumë pushtetit të Berishës, i cili erdhi gjatë rrugës për të mos e zënë shumë në gojë, se duket sigur, po realisht ai shpërgjesi gjitha gjërave. Ai e kishte problem qysh prej fillimit që t'ishte i veçuar, t'ishte larg qendrës, nuk e donte qendrën, nuk e donte qytetarinë. Unë po e tregoj një ngjarje time në rreth kësaj ideje. Po, qytetaria dhe nuk komandohet kolla, jo? Jo, po nuk e donte, pikërisht. Unë mbajmë një gjë, e kam zi, ndoshta e kam përmend diku, po s'besoj. Tirana se janë se cili qeverin vete. Në një moment që vini bashkë me Saliun nga qyteti i student, ka qenë ditë me shi, dhjetor, i ftohtë. Ashtu ka qenë ai dhjetor, po. Shumë i ftohtë, dhe ishim diku, shkonim tek lidhja. Dhe shumë balë, si sos në deri. Shkonim tek lidhja. Kishim balë të nderin dhe gjujt. Shkonim tek lidhja e shkrimtarëve, sa atje takoheshim, e pinim në kafe në gjë, se në qytet studentës rri. Dhe rrugës në të njëjtin çadër më thot mua në një moment frok, shiko më thot mua, se unë sa kisha filluar, kisha ardhur nga Spaqi dhe kisha filluar të punoj në Ministrinë e Kulturës, kishin emëruar në Ministrinë e Kulturës pa pritur. Dhe më thot frok, kam një gjë për të thënë. Po i thash, lëre punën, më tha. Sepse unë nuk punoj, tha, dot në e para tha, fëmijët e tuaj në mësuar të vuajnë sepse ti ishe në Spaqi. Por fëmijët e mi se pranojnë. E dyta, kam atë tesën e partisë pa e dorëzuar akoma. Po më rëndësishme thash se unë nuk punoj me këta. Nuk punoj dot me këta. Me këta me kë kishte?
Po t'ishin Jugor, po t'ishte në Tiranë, ishin këta. Ishte Gramozi, ishte Genci, ishte Leka. Ashtu ishte gjithë PD-ja, ma nuk është... Pa e toni, ju kërkoj ju... Gjithë PD-ja ashtu ishte. Si. Po, nuk ishte, do me thënë, me këta njerëz... Me këta pra, me këta të tyre. Dhe jam dali kam thënë, shiko, doktor, unë që nesër e lë punën, po tjetë punës se unë bëj në i gjë për Partinë Demokratike. Por edhe fëmijët e milet tjetojnë atë historinë e vojtjeve që kanë jetuar. Dhe ty të përjashtoj të parin, po. Dhe ty të përjashtoj të parin. Po këtë gjë i thashun nuk duhet të ta dëgjoj, si mik po ta them, se nuk ka ata dhe ne. Dhe po e bëjmë sigur ne jemi nga njëti fshat, se jemi të dy andej. Po ne nuk jetojmë do të pa këta, dhe këta nuk jetojmë do të pa ne. Po, ke drejt frok, të mo dhe... Do të them që e gjithë fatkesia sa i lëvizje nisi me përqarjen, do më thënë nisi me banalitetin, nisi me dëbimin e pjesës qytetare të rinis. Cila është ato detajet me që? Me që jemi të pjesa nostalgjike e gjithë. Sa po jemi këthyrë nga Ramizalia, kur vim në shesh, kishte filluar, ose kishte rreth një orë që po e për regjistrimi i bisedës. Pra me fjalë, kur erdhëm ne, sumuam njeri me ne. Kur ikëm si heroj. Kur u këthyem, sheshi ishe bëshatyr pluralizmi dhe vazhdonte. Ati ku thot Skënderi, në katë të dytë, mblidhet Sali Berisha. Po Verben Meqen, po jo se protagonist, nuk e di pse isha atje në atë vënd, po isha dhe unë. Aleksandr Meksi, Prez Zoga, Arben Imami, Gramozi. Azem Ajdari. Ruli. Jo, Ruli asishte. E Selami. Dhe ora 12 natës, sa po jemi këthyër, thjesht vajtëm në shesh dhe me njerë unë blodhëm në shesh pushim ka të dytë. Dhe u diskutua qëfar do bëjmë tani. Do bëjmë parti, fjalla e parë. Azemi thonë do të bëjmë parti studentore. Do të bëjmë parti intelektuale, ka dalë Saliu. Ka dalë Saliu, të më thë foli Saliu. Do të bëjmë partia demokratike. Emrin do të javem parti demokratike. Sepse flitet për demokracinë dhe fjallin demokracinë nuk do t'ja lema s'kujt në e marë. Në ato moment, unë isha në eufori më vonë dhe qarula, që të them qarula. Po letime, propozime për emrin Partia Demokratike ka ardhur nga Sali Berisha. Nga Sali Berisha në katë në dytë. Atere u la. Grupi nismëtar do shkonde të shpije Gramos Paskosh, Arben Meqe do mërsh me studentet me sigurin e mbledhjes dhe nesër, në datën 12, do në orën 5 të darkës, do bëhet shpallje programi, shpallje partisë. Se do është bërë kërkesa me Ministrinë e Drejtësisë. Sepse edhe u bë kërkesa e tjerë, dhe në orën 5, tani u po merresha me sigurin dhe isha me studentët dhe merresha me sigurin e ambientit. Natyrisht në atë vend kishte njerëz që erdhën të armatosur, kishte me bomba që na i tregonin atje, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do bëjmë asë dhe një gjë, se jemi në rrugë mbar. E që më bërë përshtypje ishte në orën 4:30 më vjen shefi policisë i Tiranës. Më vjen mua dhe thot, ti je me sigurin, po e thash, unë jam, se mua më kanë lënë. Okej, thot. Atëre ke parasysh që sot është një person me pardesy të kafe, me kasket, me një çantë të zezë, i cili është ngarkuar të vrasë Sali Berishën. Kështu që do mirë të gjitha masat për mbrojtjen e Sali Berishës. Natyrisht ishte në sot në PD. Si sot ta në PD që nuk e lënë të shkojnë në burg. Më fal. Se janë dhe qëfar bërën, që ose do shifni tribunën, që është sipër, është këtu, është atje ku është e gjë e bardhë aty, në atë vënd ishte tribuna, është një grup që quhet nismëtari dhe është fotografi që është klasika, jo ka dalë, dhe mbas ka një brez të tërë me student, sepse bëm me njerë një rrethim dhe nuk lam askën dhe u bëm këshu studentët. Mbaroj mitingu, pre aty jemi futur në Mencë, kemi ndërë në orën 4 të mëngjesit, që të largoheshin të gjithë për të garantuar që nuk do në vritë Saliu. Dhe në orën 4 të mëngjesit, ne që ishim brenda, që ishte paka shumë ai grupi nismëtar, u shkëputëm dhe vazhduam punën pasaj si grup nismëtar. Pyetje. Komision nismëtar ka qenë 17 veta. Pyetje. Sot pas 35 vjetësh, mendon
që ajo që ju ka thënë shefi i policisë Tiranës kishte një bazë reale? Atëherë, sot, mbas kaq vjetësh, unë kam shkruar të një artikull, ka thënë sekreti natës të 11 dhjetorit. Pse? Është e pamundur. Dhe nuk është precedent në botë që të mblidhen 17 veta, po e them 11 ishim aty, pastaj tjerët u mblodhën tek Bashko, dhe të shpallin themelimin e një partie. Nuk ishim protagonist në lëvizje. Protagonist në lëvizje mund të them ishte Ben Imami, isha unë, ishte edhe Azem Ajdari. Pjesa tjetër si ishim fare në lëvizje. Nuk ishim fare në lëvizje. Njerëz pa ekspozuar, në katë të dytë vendosën themelin e partisë dhe të nesërmen komisioni nismëtar filloi organizimin e Partisë Demokratike. Ajo që ju thatë me drejt ishte prodhimi i mitit. Natyrisht, thash, në atë periudhë ne ishim njerëz absolutisht pa eksperiencë. Unë gjërat i kam lexuar shumë kohë më vonë. Shumë kohë më vonë se si u prodhua eskort e parë, si u prodhuske, sepse përbërja e komisionit nismëtar që ishin 17 veta, ishte e tillë që forca intelektuale ishte dominuese. Kur them forca intelektuale, ishin persona të cilët përfaqësonin edhe figura publike, por edhe persona shumë aktiv. Duke qenë që Saliu nuk kishte majorancë në këtë komision, hedh një tezë që natyrisht në të kohë thash. Në qoftë se ne tjerë ishim spontan dhe ishim absolutisht profan politik, Saliu vinte nga partia dhe i njifte mirë skemën, prapaskenë dhe çdo gjë tjetër. Dhe hedh kooptimin e të persekutuarve. Dhe me njerë në kryesi, filluan të futeshin individ të cilët u futën si të persekutuar dhe filloi të ndryshonte raporti. Efektin e parë, ndryshimi i raportit e jep diku në janar, kur u bën zgjedhjet e tani jo më komisioni nismëtar siç ishim ne, por të një kryesie të Partisë Demokratike që është bërë te Pallati i Kongreseve. Më fal, tek Pallati i Kulturës. Në sipër. Në bibliotekë. Në bibliotekë. Dhe në votimin e parë doli rezultati, që natyrisht dominonte fryma intelektuale. Pati një sherr të madh dhe ky ishte gabimi i madh i frymës intelektuale që e toleroi. Dhe çatë ditë fillon uzurpimi përfundimtar i Partisë Demokratike nga Sali Berisha. Bëni fjalë për bile kandidat. U bën 2 votime, votimi i parë fitoi Meksi, votimin e dytë pasaj që u bë sherr i madh, që ju hap rruga dhe thanë dish edhe fitoi Saliu. Me propozim Neritanit ati let, Neritan Cekës t'ia lejmë Berishës. Dhe bëhet fjalë. I dha çto 2 detaje sepse ka dhe një detaj tjetër. Në datën 13, fiks data 13, Shkodra filloi të acarojë shumë dhe të ngrihej tensionin Shkodër. Kemi qenë në katën e dytë të Pallatit Kulturës në qytet Studentit, atje e bënim mbledhjen e kryesisë, ai drejtori na dha zyrën e vet, atje e bënim mbledhjen e kryesisë ne. Dhe duke biseduar ne, hapet dera dhe futu një gjë e madhe atje përpara. Që sa bërë, tha, ju spionët e Ramzalis, ju do të fusit Hekurani Sandin litare, do të fusin atë në litare, ju tradhtuat idealet e kohës, nuk një fja gjohë, trosh më beti. I thot Pashka, i thot Edi, pa e dullu këtu, i thot. Unë të julle me ju komunistët, tha, mori për plasi derë dhe iku. Më vonë mora vesh i ky ishte Edi Rama, unë. Dhe më thënë, ky është komunikimi i parë i Edi Ramës me këtë komision nismëtar. Pastaja janë aktivitetet tjera që edhe u bën ndarja përfundimtare. Një detaj, në fakt bëhet fjalë për shkurtin e 91-shit, që kur u zgjodh për herë të parë kryetari i Partisë Demokratike dhe çuditërisht ka qenë data 14 shkurt. Ka qenë Poliklinika zonja Këshillit. Kur ka qenë se tani kujtohet se në janar kanë themelu Partinë Demokratike. Ka qenë Shën Valentini, 14 shkurtit në 91-shit. Shkurti ishte, se unë shkëputa dhe prandaj niset e historia e dashurisë e madhe me PD-n e Sali Berishës. Por kur të kthehemi do flasim pak çfarë ndodhi nga 14 shkurti i 91-shit dhe deri në 20 shkurt 91-shit dhe pse ajo lëvizje e madhe popullore u duk sikur pas rënës busit Enver Hoxhës, Befas u drejtua në një drejtim tjetër. Rikthehemi pas pak.